Edhe vlera pronës së shtritur këftuar nga Pazari i Ri, ku ne kemi pasur 3-4 fishim të vlerës pronës. Të gjitha pronat do të mësojnë një rritje çmimi 2 fish me një herë. Përkundër gjithë këtij entuziazmi, në fakt unë jam i shqetësuar për rritjen e vlerës së pronës. Pse? Sepse rritja e vlerës së pronës do të thotë që do të rriten çmimet e shtëpive. Do të thotë që çiftet e reja do ta kenë edhe më të vështirë për të gjetur një shtëpi. Sa aktualisht është shumë e vështirë për të gjetur një shtëpi për çiftet e reja. Dhe çfarë do duhet të bëjnë ato? Të largohen nga vendi. Duhet të kuptojmë një gjë, çiftet e reja, të gjitha familjet e reja, kërkojnë një vend ku pagat janë të larta dhe çmimet e shtëpive të ulta. Ky është vendi ideal. Pse? Sepse ti merr të ardhurat të larta ndërkohë që paguan pak për shtëpinë, qoftë me qira apo qoftë për ta bler atë. Aktualisht Tirana dhe një pjesë e mirë e vendit janë totalisht jo miqësore. Janë totalisht e kundërta e kësaj. Pse? Sepse këtu vlera e apartamenteve, çmimet e apartamenteve, çmimet e qirave janë shumë të larta ndërsa pagat janë të ulta. Dhe kjo e kthen të gjithë situatën në acid. Dhe çiftet e reja tentojnë që të largojnë nga Shqipëria, prandaj unë jam kundër këtij entuziazmi të madh. Më tepër se sa të përmendim fakti që po rritet vlera e pronës. Ne duhet të mendojmë çfarë do të bëjmë që t'ja lehtësojmë këtë rritje që ndodh për shkak të tregut, edhe atyre faktorëve të tjerë që i dim shumë mirë që të gjithë, si të krijojmë kushte që çiftet e reja, familjet e reja, të mos penalizohen, sepse nëse ata penalizohen, largohen nga vendi. Dhe nuk është kjo ajo që ka ndodhur përgjatë gjithë kësaj dekade? Prandaj duhet marrim masa. Ajo që unë do të bëja është që pikërisht këtë ligjin që ne kemi, mbi 3% e apartamenteve publike për çdo ndërtim, të aplikoja në natyrë, jo në lekë siç merret sot. Çka do të thotë kjo? Nëse një pallat ndërton 100 apartamente, 3 apartamente duhet i kalojnë shtetit, kështu thot ligji, të cilat do të përdoren pastaj për akomodimin e këtyre çifteve të reja. Dhe natyrisht që në vëllimin e madh të ndërtimeve ne do krijonim një stok shumë të mirë për të akomoduar aty ndoshta një pjesë të mirë të çifteve brenda një viti. Dhe kjo do të lironte gjithashtu dhe pjesën tjetër të tregut për shkak të presionit që do të ushtronte për çmimet.